Përshëndetje, jam me zotin Belul Fataj, I cili sapo ka ardhur nga Italia në zyrën tonë për një arsye. Dhe cila është arsyeja? Arsyeja është të shikoj vitet shqiptare që kanë punuar në Shqipëri. Pra, për të verifikuar vitet shqiptare, më ke sjell një librezë pune, mund të ma tregosh? Pra, është nga ato librezat e vjetra të punës, e kuqa, vishnja. Ka bërë shumë mirë që e ka ruajtur, shqyr, dhe bazuar mbi këtë librezë, ne e kemi hedhur në formular kërkesën tonë dhe do ja drejtojmë ISSH shqiptare, që të na sjellë të verifikojmë nëse I kemi të gjitha vitet e punës ashtu siç janë të paraqitura në libreza apo jo. Apo ka ndonjë mangësi, sepse vetë ISSH-ja do bëj ato verifikimin. Siç është strato konto previdenciale në Itali, është e njëjta gjë në Shqipëri. Bën verifikimin, nëse mungon ndonjë gjë, nëse mungon listë pagesa, borderot, ndonjë mbyllje tek rubrika e punës, ndonjë mbyllje, pra të gjitha këto deficienca do na dalin në pa nëse ka. Megjithatë, duhet të theksojmë që po del një ligj I ri, ka thënë kryeministri ynë, që ky ligj thotë të gjitha ato që personat që kanë punuar para 94-s do t'u njihen të gjitha vitet e punës. Bravo. Do t'u njihen pavarësisht nëse ka mangësira nëpër arkivat kur ato hapin regjistrat, sepse në fakt në kohën e komunizmit kush rrinte pa punë? Të gjithë punonin. Të gjithë punonin, sepse ishte ligji I parazitizmit që I ndalonte njerëzit të rrinin kot në shtëpi. Ishte të detyruar atje të puna me vrap. Ska, punonja në kooperativ, ku të thoshin do punonja. Po. Dhe për këtë shkak hapeshin shumë gjyqe më përpara, se administrata jonë në këtë pikë ka pas probleme, nga që në regjistra nuk figurojnë emra, ka pengesa problematika, dhe njerëzit hapin gjyqe të panumërta, 5.000 gjyqe në vit, tha kryeministri, për të verifikuar vitet e punës, për të kërkuar vitet dhe për të nxjerrë me dy dëshmitar. Ju mungonin punëtorët që kishin punuar. Tashmë me këtë ligjin e ri nuk do jetë më e nevojshme le themi të hapet gjyqi, por do të quhen automatikisht. Mirë, ti je Belul 69 vjeç 70, sa më the? 69 I kam mbushur dhe kam hyrë në 70. Po pension shqiptar ke marrë? Shqiptar akoma nuk kam marrë, se unë prisja gjithmonë që në Itali duhet të plotësosh 20 vite pune që të dalsh në pension minimal. Po në Shqipëri? Po në Shqipëri është 15 vite pune I dalsh pension minimal. Po çfarë të pengonte? Nuk I donja që të bashkoheshin të dy vitet që kam punuar edhe në Shqipëri dhe në Itali, që të plotësonja vitet italiane që më mungojnë gati 2 vjeta, 2 vjeta I gjysmë. Pra ti po prisje marrëveshjen për pensionet, që të bashkohen periudat kontributive shqiptare dhe italiane? Ndaj dhe nuk e kam marrë pensionin shqiptar. Po prisje marrëveshjen. Marrëveshje shpresojmë të hyjë një qershor në 2025. Shpresojmë që në qershor 2025 të fillojë zbatimin. Bravo, urojmë. Ne jemi gjithë në pritje. Ama jemi dhe duke u përgatitur, jemi në fazën e përgatitjes dokumentacionit, gjerim vitet italiane, vitet shqiptare, ne I nxorrëm vitet italiane, në fakt I kishte nxjerrë të kolegja ime atje në çfarë zone të Italisë? Në Casalecchio di Reno. Po, kishe shkuar aty se I pash në sistem që ti kishe punuar deri kishe shkuar nga korriku 2024 aty. Dhe I pash vitet e tua italiane. Sot erdhe për pjesën shqiptare këtu në zyrë. Në mënyrë që kur bëhet marrëveshja ti bashkojmë pjesën shqiptare me pjesën italiane, vitet në të dyja shtetet dhe të dalim në një pension. Inshallah të plot, po të kënaqshëm, uroj të kënaqshëm. Faleminderit. Faleminderit ty.